Qeveria e Spanjës ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm duke kufizuar përdorimin e hapësirës së saj ajrore për operacionet ushtarake që lidhen me konfliktin në Iran. Vendimet përfshin ndalimin e fluturimeve që kanë lidhje me ofensivën e zhvilluar nga SBA dhe Izraeli në rajon. Përveç hapësirës ajrore, autoritetet spanjolle kanë kufizuar edhe përdorimin e bazave ushtarake në Rota dhe Moron, duke ndaluar çdo aktivitet që lidhet drejt për drejt me operacionet ushtarake në lindjen e mesme. Sipas raportimeve, masa zbatohet për të gjitha fluturimet e përfshira në këtë operacion, pavarësisht nëse ato nisen nga territori spanjoll apo nga baza të tjera në vende si Mbretëria e Bashkuar dhe Franca. Ky vendim interpretohet si një përpjekje e Madridit për të ruajtur një pozicion të balancuar në një situatë ndërkombëtare të tensionuar, duke shmangur përfshirjen direkte në konflikt. Qeveria spanjolle ka theksuar se masa nuk synon të dëmtojë marrëdhëniet me aleatët, por është pjesë e një strategjie sigurie që synon të kufizojë përdorimin e territorit dhe hapësirës ajrore për operacione ushtarake të ndjeshme. Në një kohë kur tensionet në lindjen e mesme janë në rritje, ky hap i Spanjës pasqyron kujdesin e disa vendeve europiane për të mos u përfshirë drejt për drejt në konflikt, duke ruajtur një qasje më të përmbajtur në raport me zhvillimet në rajon.